të mos dramatizohet gjithçka, të mos fillohet me koktejle Molotovi e të tjerë, por të luftohet fort me argumentime, me argumente të forta në skenën politike aty ku duhet. Pra kjo vlen edhe për opozitën, edhe për qeverinë dhe besoj që, siç e dim, mbi 90% e qytetarëve shqiptar duan integrimin evropian dhe mendoj që kjo është gjëja më e mirë që mund t'i tregojë Shqipëria Europës, që është një vend i bashkuar dhe ka një qasje të bashkuar. Dhe unë mendoj që bashkëpunimi brenda kuvendit për disa çështje po ecën goxha mirë, për shembull mësova kohët e fundit edhe që ka unanimitet për disa çështje të politikës së jashtme dhe do të uroja shumë dhe do të doja shumë që edhe çështjet të tilla europiane të sjellin edhe ndryshimin e kulturës edhe në çështje të tjera. Pra, përmirësimi i kulturës politike është njëra gjë. Çështja tjetër është kjo, që Shqipëria ka bërë dhe ka patur një ecuri madhore në negociata dhe në konferencën ndërqeveritare, por edhe nëse vlerësimi i komisionit do të ecë mirë në pranverë, Shqipëria do të fillojë të mbyll kapitoj dhe siç e ka thënë edhe komisionere për zgjerimin, Shqipëria do të vazhdojë të jetë pararoj për zgjerimin. Por duhet të themi që këtu nuk bëhet fjalë vetëm për hapjen e kapitujve apo vetëm për po është puna edhe tek mbyllja dhe për mbyllja nuk është çështja vetëm tek miratimi i legjislacionit, sepse ideja e ligjit nuk është që ja ne tani e kënaqem Bashkimin Evropian duke miratuar këtë apo ato ligj. Jo, ideja e legjislacionit dhe miratimit të tij është që ne duhet ta miratojmë sepse duhet të afrohemi standardeve europiane në zbatim dhe duhet të kemi një armonizim më të mirë ndërmjet standardeve në Shqipëri dhe atyre në BE. Kjo do të thotë që edhe pra pas miratimit të legjislacionit ka shumë punë për të bërë. Dhe kjo më duket goxha mirë, shumë mirë. Pse? Sepse Shqipëria ka vendosur që të jetë e vetëdijshme dhe të përkushtohet reformave, sidomos për luftën kundër krimit organizuar, që përpara 10 vitesh Shqipëria ka ndërmarrë hapjen e pa precedent pra që të bënte rivlerësimin e gjyqtarëve dhe të prokurorëve. Dhe kjo ka sjell edhe ndryshimin e perceptimit të publikut dhe ndryshimin e opinionit publik. Dhe gjëja e fundit që dëshiroj të them është që nuk duhet nënçmuar asnjëherë mendimi apo perceptimi i publikut. Pra, do të tregon që ti duhet vazhdosh me reformat, nuk duhet as të ngecësh në vend, as të bësh hapa pas, sepse ideja nuk është vetëm për të bindur Komisionin Evropian, apo Parlamentin Evropian, apo kryeministrat të tjerë, por të bindësh publikun. Dhe unë dua që zgjerimi të bëhet realitet dhe dua ta shoh këtë realitet, të bëhet konkret dhe do të bëhet pamundur që të bind opinionin publik kudo, por që këtu arena politike, qeveria, opozita, shoqëria civile, gazetarët, pra dhe ju, media, të gjithë duhet të bëni të pamundurën që të ketë një komunikim të duhur për mënyrën dhe ku është Shqipëria tani dhe ku do të arrijë në të ardhmen. Faleminderit.